E në gjësha një hozë një shoktimin një natë një emision në kotë së fyrit, ka klani Klan Kosova, më pëlqeu një shembull i ti i mirë. Tha, paramendoni më konë një natë në vit që prej qelit zbresin me qindra e qindra kilogram ari. A kishe me flejt, e dinti, për shembull, nësër proma, po e imaginoj, prej qelit kanë me zbrit qindra kilogram ari. A kishe me flejt, a kishe me bo përpjekje më konë i zgjut, madje jo vetëm i zgjut, po dhe sy hapur, e i gatshëm për me marrë qatë dhurat prej Zotit. Wallahi, vëllezër, Allahu Dhul Gjelal çdo natë ka përgatit për ne kësi dhurata. Jo në kuptimin fizik, ari dhe argjend që ne mundemi me i prek, edhe me i shfrytzu ato të mirat e dunjas, pa Allahu ka përgatit diçka më të madhe se ari dhe argjenti. E ajo e cila është më e madhe se ari dhe argjenti, është se Allahu Dhul Gjelal në kohën e iftarit çdo natë, sikur ju e dini, i zgjedh disa prej robëve të tij shton prej xhenemit. Kjo është fitoria më e madhe. Pastaj, a ka fitore dhe shpërblim më të madh se sa Allahu prej ditës të parë të Ramazanit i ka hap dyert e xheneteve? A ka kush që është i interesuar mu afru tek ato dyert të xhenetit që janë të hapura? Prandaj vëllezër, unë po e porositi veten në radhë të parë. Edhe çto pak ditë, shumë pak ditë që na kanë mbet. Në fakt, na kanë mbet dita e diele, e hane, e marte, e mërkure. 4 ditë na kanë mbet me i agjeru. Tetin, inshallah, do t'jemi në Bajram. Të shfrytëzojmë këtë ditë, duke pas kujdes maksimal, duke lutur Allahun te baraka wa taala, duke u mundu me bo punë të mira dhe ibadet, gjitha llojet e ibadetit.